Rekomandimet e mia që nga fillimi, të paktën që kur kam mbaruar shkollën, më ka ngelur vëth në vesh, le të themi, fjala e një pedagoge që na ka thënë gjithmonë, sugjeroni te pacientët tuaj ashtu siç do sugjeronit në familjen tuaj, siç do sugjeronit nënën tuaj, vllajin tuaj, fëmijën tuaj. Ato produkte që do i sugjeroni për ata, sugjerojini edhe për pacientët dhe gjithmonë kjo ka qenë. Të paktën tani që jam bërë nën për herë të dytë, unë e kam marrë pak më shtruar, se herën e parë vrulli punës dhe nuk e kam shijuar aq shumë dhe mora pak kohë për veten time, qoftë për t'u qetësuar, qoftë edhe për të fjetur gjumë, për të shijuar bebin, kështu që merrni kohën tuaj, merreni me qetësi pjesën e fillimit, është një ndjenjë e re, është një emocion i ri, është një ndryshim i jetës 360 gradë, kështu që merrni pak kohë, këtë e kam për të gjithë nënat e reja.